ne nuk kemi, aktualisht nuk ka fonde të mjaftueshme për të bërë diçka të tillë. Shembull, ta bëjmë një vepër si stam përpara që jemi duke është në plan për të ardhmen me bë Ukrainë dhe shqiptar, a di çfarë buje do të bënte në Paris, a di çfarë buje do të bënte në Gjermani, a di çfarë buje do të bënte në shtete të ndryshme, shqiptarët po solidarizohen me luftën e Ukrainës. Automatikisht imazhi i shqiptarëve të Kosovës ndryshon, imazhi i Kosovës ndryshon. Po nuk kemi të bëjmë. Po ta vetëm një plotësim në shumë teknologjia vetëm. Po. E përmendet atje për stivimin e gjitha atyre dokumentacionit. Ne kemi kërku si shoqat që ta kemi një zyre qysh e kanë serbët e kanë zyren për kthimin e serbëve, ta kemi në zyren e muhaxhirëve pikërisht në qeverinë e shtetit tonë, sepse edhe sot lehet atë botë, po edhe sot kemi muhaxhirë të cilët për ditë i kemi që po i dëbojnë edhe po i përndjekin duke ja undrua adresat ku di unë të Medvegjes, pasivizu adresat e tuja pasivizu adresat, do thotë është një formë e presionit ndaj asaj popullate shqiptare të asaj treve. Do thotë edhe sot kemi muhaxhir, edhe sot ne nuk e kemi një zyre që duhet patjetër ta kemi zyren pranë qeverisë së shtetit. Muhaxhirët e ri tani. Po jeni shumë muhaxhir, jeni edhe unë jam. Unë jam govor, nga fshati govor afër Nishit. Edhe atë me qena shumicë në zgjedhjet e ardhshme i qesim deputetët tonë mundësisht profesora, doktora të ditur, edhe zgjedhin të çështje. A shkojmë me pak marketingu e kemi më kthy me fol për atë që më shumë jemi mbledh, jemi mbledh sonte bashkë këtu për letërsinë, për botimet, për romanet, për ecim me marketing dhe kthehemi pas pak. Zotri Sahitaj, Resat Sahitaj. Megjithatë je përpjek, nuk ka mungu me përpjekje tua, me thëje, me keni bo edhe ka pak nej drame, nej filme, nej në ato periudha. Por, sa bukur e ke kuptu pozicionin, do më thonë se cili detyrën e vetë, se cili punën e vetë. Mo, as diplomat, as politikan aktiv kështu e kombëtar që shke qenë, për nonën tjetër, me të thonë drejtin edhe, nuk në lodhë fort me të zedhe, aty se i kam pasë ata të vetë me i shua. Ju theve asaj dashuris vjetër, mbi të gjitha letërsisë, dhe ke botuar shumë. Qka dalon në këto vite, edhe në të kaluarën, po pas vitit 99 në krimtarin tonë? Në fakt, unë krimtarinë artistike letërare e kam filluar si nxënës i shkollës mesme, në atë kohë ishte konkursi i rilindjes, dhe në vitin tash kam harru, po vendin e dytë me tregim, domethënë e kam fitu, tregimi im e ka fitu vendin e dytë në rilindjet asaj kohë, se isha si normalist. Pra, pastaj kam vazhduar me shkruar dhe... Po, mos tregojmë që ke fitu edhe një vend, atë parën, atë dytin, atë tretin, në recitime, Jugoslavia dhe... Edhe se në recitime normale, pastaj tani u ktheva në Kosovë dhe përsëri jam kthy asaj profesionit, dashurisime që thojnë, domethënë letërsisë. Dashuria e shpirtit e profesionale, se aty janë dy. Po, ajo, tjetër është beharja që zën vendin e vet, kjo pjesa tjetër. Çka na veçon, diçka që edhe kemi përkthyer dhe kemi depërtuar në botën frankofone, se aty ja ke edhe dorën edhe mundësinë. Është e veçanta ime sepse unë po sa kam marrë këtu në Kosovë kemi kriju Unionin e Shkrimtarëve në mënyrë që se mos t'i shesmi në mend njëri tjetrit shqiptari mi tregu poezi, por letërsia shqipe të interpretoj jashtë. Është hera parë në historinë e letërsisë shqiptare ku 75 poet në vitin 2024 kanë fjalën 75 poet shqiptarë të gjitha trojve shkojnë në Paris. Ne kemi ndezur 75 drita në Paris. Kritika nëse hynë në internet shikuesit e Odeonit, e ty në internet e shohin çfarë suksesi ka pas. Pastaj kemi përkthye 130 tjerë tregime të dashurisë të Kosovës, të cilat janë që quhet Ny Verleant e Bondos, La Kurriç drejt pavarësisë në shqip është, por në francez është botuar. Kemi përkthyer pastaj poet të ri, të cilët sepse qëllimi im është, dhe qëllimi i Unionit është me gjetë talent të ri,
talent të cilët kanë talent për mi qua edhe jashtë Evropës, sepse poetët tanë janë të aftë, kanë njëjtat aftësit, njëjtat poezi mund mi shkru si kur përëndimi, pra nuk jemi largë Evropës, por ne duhet kemi munges të përkthimit, kemi munges se përkthimi po përkthy që kërkon pare, pastaj kjo është problemi kryesor i përkthimeve, edhe kontaktet i kemi me gjitha shtëpit botuese, kudo që ka në Evropë shtëpi botuese, domthon Unioni i Shqiptarëve, dhe grupi ynë që quhet atje grupi AICL, është në Paris, edhe kudo që kemi mundësi me botu. Kjo është me dal prej gëzhojes son, me quhe shkrimtarët tanë, poetët tanë, me i dërgu jashtë. Unë edhe përpara kam qenë është filmi festivalit në Bruxelles, Festivali mesdhetar i Bruxellit, ku të gjitha filmat e Kosovës, me Agim Sop, me Isa Qosja, me gjithë regjisorët e Kosovës i ke dërguar në atë festival. Unë kam qenë antar i komisionit për seleksionimin e filmave në Bruxelles, festivali madhështor është që sot asnjëri s'mund të shkua, se unë s'jam aty më. Viteve të fundit ke luajtur me një serial francez. Po, vitin e kaluar kam luajtur me një serial film televiziv francez, është Hipokrat quhet, është një film shumë i shikueshëm atje në Francë, domethënë 9 orë shfaq është. Cili ka qenë roli juaj? Roli jam ka qenë Baba Arben, Per Arbeni thënë, Arben, unë Arbenin e luaj, kurse djali jam është ai Arbeni, e unë domethënë luaj babën e Arbenit. Baba i Arbenit. Edhe Arbeni është mjek, unë jam një mjek që kam bërë një farë operacione të gabushëm, edhe tash mu mjekin në ato dhe kam frikë nga operacione dikushëm që ka bërë para 30 vjetë. Edhe kështu që është një serial shumë i shikueshëm në Francë, shumë i njohur, Hipokrat titullohet. U knaqe u përmbushë atë pjesën që të mungonte? Valla shumë mirë ka qenë, se është bukur ajo, mos harro se është kur i ki një ekip të madh, i ki 100 vjet përpara, me pas karikën teme, kum pas dhomën teme, shkruaj Reshat Saitaj. Shko dush më mirë. Absolutisht. Tani, për na përkthehet romani i dytë juaj, apo? Të jo, është romani i tretë që përkthehet në Paris, është quhet Iliriana. Iliriana. Është një roman që fillon prej vitit 1130, kohën kur slavët, domthon serbët vinë në Kosovë, edhe krijohet një farë në atë kohë kalor si tempulli i kalorësve shqiptar. Mirë, po është një djalë i ri, i cili në vitin 1980 të nishën, kur të fillojnë demonstratat, është një paragimi, Agim Berisha ka titull e emrin personazhi im, ai del në demonstrata, por e sheni çik bukur. Ajo që i ka bukur po ban kurs bashkohet ato shtartar, po lunë kështu me gjithë me sene, e ky thot vallai edhe unë jam shtartar, po përshkam. Po bashku si po selja. Prishtina vjen policia, pa Prishtinburg, thot bashka ke bënë, thot çfarë organizate ilegale? Jo, s'kam organizat, po mos çasa çikës hina demonstrata. E dënojnë, domthon që kjo është Copza reale, interesante. Dhe goxha. Po është normali mirë sepse kritika franceze parathani dhe pastani se sot i morë ato, në parathani pastani e krahason me romanin Solxhenitsinin Gollakun dhe me Milan Kunderën, domthon Iliriana e ime krahasohet me Solxhenitsinin edhe me Kunderën. Что сказал про проведение фестивалю. И unë я i дуже falenderoj радий, что на цьому Балканскому Unionin фестивале e shkrimtarëve поэзии dhe kritikëve shqiptar që më mundësuan в цьому të marr році pjesë буде вперше në poezinë представлена time Україна. në Я një дуже manifestim, вдячний моїм ndërsa друзям за i те, що ftoj në një вони festival të допомогли це poezisë në зробити. Ukrainë së Дякую. shpejt. Na ftoj një festival aty në Po, këtu jemi na... Zotër Ilan, në fushën e letërsisë, shkruan poezi që pasqyrojnë dhimbjen e historisë kombit tonë në përgjithësi. Por keni botu shumë poezi, edhe libra. As na i thu pak të lutëm, se sigurisht shikuesi ynë, dëgjuesi ynë me ëndje, edhe do ta di se edhe Reshatit goxha nxora me zor, man fon tha 3 romane i këndua. Po pas Reshatit jam unë që Reshati pikrisht në hapi ato dyrë drejtë letërsisë europiane.